Në çdo hetim që prek aktivitetin e Ermal Beqirit, qoftë për tenderët e Akshit, qoftë për kompanitë përfituese ose për rolin e shoqatës ACTI në orientimin e projekteve publike, shfaqet vazhdimisht i njëjti emër, jo si personën akuz dhe as si figure ekspozuar publikisht, por si aktori vendosur me kujdes në prapasken, aty ku nuk ka tituj lajmesh, por ku ndërtohen marrëdhëniet e interesit, Kushtrim Shala. Në hapësirën publike, Kushtrim Shala prezantohet si ekspert i teknologjisë dhe si figure përfshirë në ekosistemin e inovacionit, por dokumente tregtare dhe marrëdhëniet e formalizuara tregojnë se ky pozicionim nuk qëndron mbi rol këshillues apo neutral, por mbi një ortakëri të drejtpërdrejt biznesi me Ermal Beqirin, një emër që sot del në qendër të dosjeve penale për tender të manipuluar, skema për përfitim fondesh publike, kontroll të konkurrencës në sektorin e teknologjisë, pengmarrje, grupi strukturuar kriminal e të tjerë. Regjistri tregtar tregon se kompania Cyberfarm është themeluar në shkurt të vitit 2025, në një periudhë kur hetimet ndaj aktivitetit të Ermal Beqirit kishin hyrë tashmë në fazë të avancuar dhe kur mënyra se si shpërndaheshin tenderet e Akshit ishte bërë objekt i vazhdueshëm raportimesh investigative. Në këtë kompani, shumica e kuotave figurojnë në pronësi të Kushtrim Shalës, ndërsa pjesa tjetër zotrohet nga Ermal Beqiri, duke krijuar një raport pronësie që vendos Shalën në të njëjtin interes ekonomik me personin që për vite me radhë ka përfituar shuma të konsiderueshme nga fondet publike. Kjo marrëdhënie pronësie nuk përbën rast të veçuar, por përsërit një model ku Shala shfaqet gjithmonë pranë Beqirit në kompani dhe iniciativa që lidhen drejt për drejt me sektorin publik dhe me projektet që financohen nga buxheti i shtetit. Në fund të vitit 2024, Ermal Beqiri krijon Këshillin Shqiptar për Teknologjinë dhe Inovacionin, të njohur si ACTI, një shoqatë ku janë anëtarësuar rreth 50 kompani shqiptare dhe të huaja me aktivitet në fushën e teknologjisë dhe digitalizimit. Kjo shoqatë nuk lind si nismë profesionale pa objekt të përcaktuar, por krijohet në dhjetor 2024, në të njëjtën periudhë kur qeveria Rama 4 nis të artikuloj publikisht projektin shumë milion euro për ndërtimin e Durana Tech Park në zonën e Xhavzotaj në Durrës. Vetëm pak javë më pas, më 20 shkurt 2025, Durana Tech Park regjistrohet në qendrën kombëtare të biznesit me pronar Korporatën e Investimeve Shqiptare, një strukturë që drejtohet nga Elira Kokona, ndërsa administrator emrohen Gjergji Taho dhe Florenca Kovaçi. Ky projekt regjistrohet gati një muaj e gjysmë pas krijimit të ACTI-s, duke ngritur një lidhje të drejtpërdrejtë kohore mes shoqatës së Beqirit dhe projektit shtetëror që parashikon investime me vlerë miliona euro në sektorin e teknologjisë. Brenda kësaj strukture, Kushtrim Shala shfaqet si kryetari i Komitetit të Politikave Lokale dhe Globale të ACTI-s, duke marrë një rol që nuk lidhet me zhvillim teknik apo kërkim shkencor, por me ndikimin në rregulla, projekte dhe vendimarrje që prekin drejt për drejt sektorin publik. Ky komitet nuk funksionon si hapësirë debati idesh, por si vend ku ndërtohen bashkime operatorësh ekonomik, ku parapërgatiten marrëveshje investimi dhe ku pozicionohen kompanitë për të përfituar nga tender që financohen nga taksat e qytetarëve. ACTI shndërrohet kështu në një filtër real për projektet publike të teknologjisë, ku kompanitë anëtare jo vetëm informohen, por përfshihen që në fazën e hershme të ndërtimit të projekteve, duke krijuar avantazh të padrejtë në garat që shpallen më pas. Ndryshe nga Ermal Beqiri, cili shfaqet në dosje penale dhe në tituj mediash, Kushtrim Shala ka ndërtuar një profil publik të pastër, të mbështetur mbi konferenca, aktivitete promovuese dhe gjuhë teknologjike, duke qëndruar larg konfliktit të drejt për drejt, por dokumentet tregojnë se ai nuk është figurë periferike, por nyje lidhse mes shoqatës së Beqirit, kompanive përfituese dhe projekteve shtetërore që prodhojnë tender miliona euro. Disa ditë më parë, pamfleti publikoi një denoncim të avokatit të njohur Arben Langozi, në të cilin flitej për faktin se kryetari i Bashkisë Memaliaj Albert Malaj ka emëruar drejtor finance në bashki një të dënuar Besnik Çaushin. Sipas dokumentit që publikoi avokati, rezulton se drejtori i financës i Bashkisë Memaliaj me vendim numër 772 datë 19 prill 2021 të gjykatës së Gjirokastrës është dënuar me 5 vite burg për prodhim dhe shitje droge të kryer në bashkëpunim, dënim i cili është konvertuar me kusht. Ky është dënim penal. Ekziston në regjistrin penal dhe sipas ligjit për dekriminalizimin, Besnik Çaushi ndalohet të emërohet në funksione në administratën publike. Megjithatë, kryebashkiaku i Memaliajit Albert Malaj ka shpërfillur ligjin dhe e ka emëruar drejtor finance. Shumë shpejt ky skandal i kryebashkiakut Albert Malaj do të bëhet objekt i një kallëzimi në SPAK, pasi ka dyshime të arsyeshme se drejtori Besnik Çaushi është emëruar me deklarim të rrem në formular, duke fshehur dënimin për aktivitet kriminal droga. Logjikisht ai nuk e ka zënë postin me forcë, por është përzgjedhur dhe miratuar pagar nga kryebashkiaku Albert Malaj si autoriteti kompetent i institucionit. Do të kërkohet hetim nëse drejtori i dënuar është i pajisur me statusin e nënpunësit civil
dhe me çfarë dokumentacioni, pasi sipas ligjit kryetari i bashkisë, në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, ka detyrimin të verifikojë pastërtinë e figurës së çdo zyrtari para emërimit. Por siç kuptohet, drejtori i dënuar Besnik Çaushi është ofruar nga vetë kryebashkiaku Albert Malaj si afërm dhe mik i vjetër i tij në punë të pista, me qëllim që ta përdorë si firmosës të besuar të pazareve me tenderet, taksat, ndihmën ekonomike dhe shpenzimet fiktive të bashkisë. Pas daljes së skandalit, kryebashkiaku Albert Malaj akuzoi pamfletin për publikim me qëllim gjobvënie ndaj tij dhe e vuri në lëvizje punonësit e bashkisë me të njëjtën djarre reagimesh në Facebook, ndërkohë që autori i denoncimit është avokati Erben Langozi. E vërteta është kjo, pamfleti, pas një njohje personale dhe pa interes, e ka mbështetur Albert Malajin kur kandidoi për kryetar bashkie në Memaliaj, bazuar në platformën e tij për pastrimin e administratës nga idutët e bandës së ish kryebashkiakut PS-s në atë bashki dhe në premtimin se do të distancohej nga eksponentët e krimit. Por rasti i drejtorit Besnik Çaushi dhe i dy drejtorëve të tjerë të dënuar që e ka emëruar në këtë bashki, si dhe dokumenti që po publikojmë sot, vërtetojnë se Albert Malaj jo vetëm që nuk ka ndërprerë lidhjet me krimin, por financon grupet kriminale me fondet e bashkisë. Në buletinën e prokurimeve të datës 12 janar, Albert Malaj ka njoftuar kontratën për pastrimin e qytetit dhe territorit të bashkisë Memaliaj, të cilën ja ka dhënë pagar kompanisë SHZA Kalemit, grupit kriminal të Andrea Kalemit nga Memaliaj, historia e cilit është e njohur. Nëpërmjet Agjencisë së Prokurimeve Publike, pamfleti ka zbuluar batërdin që kryebashkiaku Albert Malaj ka bërë me tenderet, sidomos me tenderet e ujësjellësit ku jepen miliona euro dhe investimet nuk realizohen, si dhe me tenderet e rrugëve të fshatrave dhe banesave për familjet në nevojë. Simboli vjedhjes së madhe është tenderi për rikonstruksionin e gjimnazit të Memaliajt, i cili u dha dy kompanive me pronar të arrestuar për mashtrim fiskal dhe nënhetim nga SPAK, pa harruar pasuritë e zeza të kryebashkiakut Malaj dhe lidhjet e tij me mikun trafikant Renato Çaushi. Moralisht, Albert Malaj njihet për akrobacitë politike të lëpirjes së kockave nga PS-ja te Partia e Gjinushit, te LSI-ja e Ilir Metës, te Sali Berisha dhe rikthimin përfundimtar në prerjen e Gramozruçit dhe Edi Ramos. Ndërkohë që demokratët e ndershëm dhe qendrestar të bazës po vuajnë vitin e 13 në opozit, kryetari i tyre Sali Berisha në emër të luftës kundër narko-qeverisë së Partisë Socialiste, siç e quajnë, po vazhdon pazaret me kryeministrin Edi Rama për përfitime familjare nga pushteti. Përveç lejeve të ndërtimit për komplekse vilash, pallatesh dhe kullash që po merr për vajzën Argita, dhëndrin Jamarbër dhe djalin Shkëlzen, si edhe futjes në rindërtim pas tërmetit të Kunatit Agim Ramaj, kryetari i PD Sali Berisha ka përfshirë edhe mbesën Shpresa Breçani në favoret që i kërkon Edi Ramës. Më 5 maj 2024, me vendim numër 6 të Këshillit Kombëtar të Territorit, firmosur nga kryeministri Edi Rama dhe ministra Mirela Kumbaro, kompania HFE Construction SHPK ka marrë leje ndërtimi për kompleks me 3 godina për apartamente dhe hotel me 4 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë në zonën e Lalzit. Sipas regjistrit të Qendrës Kombëtare të Biznesit, kompania HFE Construction SHPK është 100% në pronësi të Feris Breçanit, bashkëshortit të Shpresa Breçanit, mbesës së Sali Berishës, ndërsa administrator është djali i tyre Endrit Breçani. Kjo kompani u krijua më 10 janar 2023, ndërsa leja e ndërtimit i është dhënë më 5 maj 2024. Shpejtësi kohore që tregon se përveç se është krijuar qëllimisht për të bërë biznes hotelerie në Bregdetin e Lalzit, krijon bindjen se Sali Berisha kërkon edhe pranon favore nga Edi Rama në këmbim të aktrimit sikur po bën opozit. Bën përshtypje fakti që kompania familjare e Shpresa Breçanit u krijua me kapital 100.000 lekë, ndërsa pas 3 javësh shtoi kapitalin me 363 milion lekë, madje investoi 2.3 milion euro, të cilave nuk u ka deklaruar burimin e të ardhurave. Por nuk do mund të kuptohet se nga e kam burimin këto miliona euro, kur dihet që mbesa e Sali Berishës ka qenë eksperte kontabël e bilanceve false të fabrikës së Gërdecit, kompanisë mashtruese Bel Air, Armo dhe kompanive të tjera të Rezartaqit, 7 kompanive fantazma të Damir Fazlliçit dhe Argita Berishës, kompanisë së kullave Partizane të Jamarbër Maltezit, kompanisë së Bixhozit të grupit mafioz italian Sacra Corona Unita e të tjerë. Djali i Shpresa Breçanit rezulton pronari i kompleksit rezidencial turistik Primavera në Gjirin e Lalzit, ndërtuar mbi tokë që u është grabitur familjeve Preza dhe Kalaja me firmën e Dajsaliut kur ishte kryeministër. Ky kompleks është regjistruar si biznes i vogël person fizik, pa deklaruar burimin financiar, ndërkohë që administratori figuron me pagë mujore 35.000 lekë si teknik ndërtimi te kompania E&F Construction me pronar Shpresa dhe Endrit Breçani. Altin Doci, një nga të arrestuarit më të rëndësishëm në kuadër të operacionit Plumbi Art, është dukur në mes të ditës nga Spitali Rajonal i Durrësit. Ngjarja ndodhi mesditën e sotme vetëm pak metra larg drejtorisë vendore të policisë së Durrësit. Sipas të dhënave zyrtare dhe hetimeve paraprake, Altin Doci është dërguar në spital për vizita mjekësore, i shoqëruar nga 5 efektiv të policisë së Burgjeve, pasi është futur në repartin e infektivit, një zonë që supozohet ketë masa të forta sigurie. Ai ka kërkuar të përdorë tualetin. Në momentin që dela i
i godit me grusht njërin prej efektivëve dhe më pas aratiset me vrap në për shkallët e katit të tretë. Një polic tentoi ta ndalojë me armë duke qelluar në ajër, por ndodhsi ja doli të largohej pa gjurmë. Pamjet e sigurisë brenda spitalit pritet të jenë thelbësore për hetimin. Një aratitje e planifikuar me ndihmë nga jashtë. Hetuesi dyshojnë se aratitja është organizuar me kujdes. Paraprakisht është identifikuar një automjet tip Audi A7 i bardhë me targa AA700RS që dyshohet se e ka pritur në parkimin e spitalit. Pas aratisjes ndodhsi është futur në makinë dhe është larguar me shpejtësi në drejtim të zonës së spitalës në periferi të qytetit. Burimet nga grupi hetimor thonë se ekziston dyshim i arsyeshëm se persona të tjerë janë përfshirë në këtë skem. Policia ka ngritur postbllogje dhe po verifikon kamerat e të gjitha bizneseve dhe ndërtesave pranë spitalit. AMP ndërkohë ka nisur një hetim të brendshëm për të kuptuar nëse kemi të bëjmë me neglizhencë apo bashkëpunim të qëllimshëm të strukturave të burgjeve. Kush është Altin Doci, një emër kyç në dosjet e SPAK-ut? Doci është një emër i njohur për hetuesit e SPAK. Ai është ndaluar që në vitin 2020 dhe ka qenë i përfshirë në disa nga akuzat më të rënda të grupit të Nureddin Dumanit. Fillimisht ndaj tij u ngritën akuza për përfshirje në vrasjen e 4 personave, por gjykata e shpalli të pafajshëm për një pjesë të tyre pasi dëshmia e Klevisallës u konsiderua e rreme. Allah humbi statusin si bashkëpunëtor i drejtësisë, ndërsa Doci nuk u lirua për shkak të akuzave të tjera që vijojnë të rëndojnë mbi të. Në dosjen aktuale ai akuzohet për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, vrasje me paramendim, plagosje dhe armbajtje pa leje. Ndaj tij dëshmoi edhe i penduari tjetër Nureddin Dumani, i cili e përfshiu në atentatin ndaj Andi Zylyfit dhe plagosjen e Ardit Uruçit. Emri i tij del gjithashtu në dëshmi te Erion Alibejt, i cili tha se vetë Dumani kishte në plan ta eliminonte Docin si rival potencial. Reagimi zyrtar i Drejtorisë së Burgjeve ndërhyrja dështoi. Në një deklaratë për media, Drejtoria e Burgjeve tha se strukturat janë vënë menjëherë në ndjekje. Sipas deklaratës, pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme të forcave të policisë së Burgjeve, Altin Doci ka arritur të largohet nga ambientet e spitalit. Aratisja e Altin Docit nga Spitali Rajonal i Durrësit ka sjellë pezullimin e menjëhershëm të gjithë zinxhirit komandues të burgjeve në Durrës. Të pezulluar nga detyra janë drejtori i burgut, shefi i policisë së burgjeve dhe disa zyrtarë të tjerë të nivelit të mesëm, deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe përcaktimin e përgjegjësive konkrete. Ndërkohë, pas aratisjes, lëvizjet në sistemin e burgjeve janë intensifikuar. Forcat operacionale janë nisur nga Tirana drejt Durrësit për të kryer kontrolle të imta në institucionin ku Doci qëndronte në paraburgim, si edhe për të mbledhur të dhëna që mund të ndihmojnë në zbardhjen e ngjarjes. Edi Rama vijon të tregojë se nuk i ka as pak mirë punët me amerikanët dhe duket se tani ka filluar të hedhë syt te armiqtë e Trumpit. Pas talljes që i bëri në praninë e Macron, dje Edi Rama vendosi të luajë sërish me zjarrin, teksa prezantoi një park eolik në Tropoj. Rama u shkeli syrin kinezëve. Po mos të ishte Shqipëria kaq e rëndësishme potencialisht, kinezët që janë civilizimi më i vjetër edhe tregtarët më të padiskutueshëm nuk do i kishin vënë syrin dhe nuk do e konsideronin Shqipërinë si pikën e mjaltit, u shpreh Babloku. Dhe këtë nuk e tha në një bisedë të mbyllur me investitor, por në pranitë të ngarkuarës me punë të SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn, duke u bazuar te mençuria mira vjeçare e Kinës, edhe duke u bazuar te eksperienca dhe uria përfitime e Amerikës. Ne jemi fiks vendi i duhur, në kohën e duhur për ju edhe për të gjithë të tjerët që duhet vinë këtu në këtë treg të vogël për të kapur tregun e madh që është jashtë kufive të këtij vendi të vogël, shtoi ai. Por kjo është sfidë e hapur ndaj SBA-ve. Prej muajsh ambasada amerikane në Tiranë ka dhënë mesazhe të qarta për rrezikun që paraqesin investimet nga vende si Kina, veçanërisht në sektorët strategjik dhe infrastrukturë. Më 24 nëntor 2025, Van Horn deklaroi: "Një mekanizëm për shqyrtimin e investimeve është një mjet ligjor që u lejon qeverive të shqyrtojnë investimet e huaja për të siguruar që ato nuk paraqesin rreziqe për sigurinë kombëtare. Një mjedis i tillë është i drejtë dhe i parashikueshëm për kompanitë amerikane." Në nëntor 2024 ajo kishte theksuar sërish: "Të shmangim investimet që nuk janë në përputhje me interesat shqiptare apo që sjellin rreziqe. Bashkohuni me vendet e Bashkimit Evropian që kanë mekanizma për verifikimin e investimeve." Në vend që të ndërtojë këtë linjë të kërkuar nga partnerët strategjik, Rama vendos ta promovojë Kinën në mënyrë publike si një fuqi e uritur për tregti dhe të vlerësuar si partnere nga tregtarët më të mençur. Kjo sjellje diplomatike nuk vjen në një vakum. Edi Rama nuk ka marrë asnjë urim nga SBA-t përfitore në zgjedhjet e fundit, asnjë vizitë zyrtare në Washington që nga koha e administratës Trump dhe asnjë ftesë për angazhime bilaterale në nivel të lartë. Në krahun tjetër, dosja McGonigal është ende aktive në SBA dhe lidhjet e saj shkojnë drejt për drejt te Kina. Në qershor 2017,
Gjatë një darke me Duçkën, McGonigal i zbuloi hetimet për Komitetin e Fondit të Energjisë së Kinës. Po ashtu reagimi vjen në një kohë kur Jared Kushner duket se po tërhiqet nga investimi në Sazan. Procedurat kanë ngecur dhe me shumë gjas tentativat e Ramës për t'u afruar me dhëndrin e Trump po dështojnë. Elementi tjetër është se drejtësia po e godet nga të katër anët qeverinë dhe nën Rogoz flitet se mund të jetë dora e SBA-ve. Madje thuhet se SPAK do shkojë deri te kreu i qeverisë. Bazuar te gjithçka më sipër, duket se Rama po gjen dalje alternative. Sot u shfaq në Arabi ku madje shiti si sukses se ishte dekoruar nga Bin Zayed Al Nahyan. Nga ana tjetër u jep mesazh kinezëve teksa dërgon në Indi Koçakokdivën. Të gjitha këto tregojnë se SBA-t e kanë futur në cep bablokun dhe i ka pisk punët. Prokuroria e posaçme nuk i ndahet Sali Berishës. Paralel me dosjen Partizani, ka nisur një hetim pasuror ndaj tij, i cili po nxjerr në pas shumë elemente. Pak ditë më parë u bë me dije se SPAK ka shkuar deri në vitin 1991, pasi ka hetuar se si Berisha ka përfituar banesën e privatizuar pas rrëzimit të regjimit komunist. SPAK pretendon se pas zgjedhjes së Berishës si presidenti i Republikës, vajza e tij Argita Berisha Maltezi dhe bashkëshorti Jamar Maltezi shfaqën synime pasurore duke privatizuar apartamentin ku jetonte familja. Ndërkohë dje u bë me dije se SPAK po heton shpenzimet për kuvendin e mbajtur në stadiumin Air Albania në vitin 2021. Dje u pyet Belind Kolliçi, ndërsa sot i ndrit Hoxha. Nuk bëhet fjalë për shifra të vogla, por qindra miliona lek shpenzime që përfshinin qira të hapësirës ku ishte zhvilluar aktiviteti, skenografia e përdorur, reklamat në televizionet të ndryshme, aksesorët për militantët dhe logot e partisë, materialet zgjedhore, qira sallash, kohë televizive satelitore e të tjerë. Por teksa SPAK i ka hyrë me themel parave të familjes Berisha, pamfleti po publikon deklarimin pasuror të Berishës në ILDKPI që nga viti 2003, vit kur nisë edhe deklarimi pasuror në vend. Në vitin 2003, kur nisën edhe deklarimet e pasurisë, ish kryeministri si pasuri të paluajtshme ka deklaruar vetëm një apartament të fituar nga procesi i privatizimit pas rrëzimit të regjimit komunist. Bëhet fjalë për një apartament 69 metër katror, por që Berisha në këtë periudhë zotëronte vetëm 33% të tij. Po ashtu ka deklaruar rreth 5 milion lek të vjetra kesh, ndërsa i ka dhënë vajzës 21.000 euro borxh. Por duke kaluar nga viti në vit, pasuria e tij ka ndryshuar ndjeshëm, sidomos te fëmijët e zotit Berisha. Argita Maltezi ka deklaruar shumë prona të paluajtshme, ndërsa Shkëlzem Berisha kohët e fundit ka dhënë shumë para borxh.